Unë jam Amide Qareti, Këlandovice, mi kanë mytë qikën dhe djallin. Djallin e këmë gjithë qikën jo, dhe. Qika ka kusashtë, atë shrejt s'ka që ta sëreti. Unë jam Sejdi Marina, fshati Landovic. Jam vlla i Njomza Marinës, që është e zhdukure, me 26 mars 1999 në Landovic. Nana Hyra, 54 vite. Motra madhe Luljeta, 31 vit. Selveti, 28 vite. Lëmëtoria, 17. Edhe Blerta, 15. Ja sam Cveta Jovanović, supruga Tomislava Jovanović, koji je kidnapovan 1.11.1999. godine. Nasa, të dy të kanë fëmijë të mirë për mua, të bukur për mua. Zimi kanë klasën e parë ka kryer për dytën, Nasa o kanë klasën e 8. Ka pas me marru klasën e 8 atë vit. Pati saj nuk qëllaj së kërkrejta asaj qështë. Në rajonin e Prizrenit, pra përfshirësuare, kënë Mamush, Dragash dhe Nadzon, po flasim për më shumë se 208 persona që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur. Edhe në këtë rast, numër i madh i viktimave është gjetë në varrezat e qytetit të Prizrenit, pra në lagjen të Sos, po edhe në varrezat ose fshatrave tjera të komunës Suarekës dhe të Prizrenit. Në më pak se 2 vite të luftës në territorin e Kosovës do të vriteshin mijëra njerëz, do të plagoseshin mijëra të tjerë dhe mijëra të tjerë do të mbaheshin kundër ligjshëm në burgje. Të kryera në mënyrën më mizore, vrasjet u shoqëruan me veprime të tmerrshme, të cilat synuan zhdukjen e trupave, ndërsa burgosjet u shoqëruan me tortura prej mëq njerëzoreve. 26 vite pas përfundimit të luftës, 1560 familje vazhdojnë të jetojnë vetëm me kujtimet për familjarët e tyre. Të rrëmbyer në rrethana të ndryshme, trupat apo vendodhja 1560 personave ende mbetet një mister. Më 31 maj të vitit 1998, në zonën e Drenasit, do të dokumentojë rasti i parë i zhdukjes masive të pengjeve të luftës. 9 qytetarë të fshatit Poklek do të merreshin nga njësitë e policisë, ndërsa trupat e tyre edhe sot nuk janë zbuluar. Ngjarja do të pasonte me shumë dhimbje e zhdukje të tjera. Në më pak se 15 muaj, 6500 persona do të shpalleshin të zhdukur. Prej tyre, disa u gjetën të burgosur, të tjerët të vrarë e të varrosur në varreza masive, ndërsa të tjerët vazhdojnë ende të jenë të zhdukur. Rajoni i Prizrenit është zona më jugore e Kosovës. Lufta në këtë zonë la pas shumë tragjedi, ndërsa edhe sot e kësaj dite, familjet e të gjitha komuniteteve etnike janë në pritje të një lajmi për familjarët e tyre të zhdukur. Prizreni, Dragashi, Suareka dhe Mamusha do të përjetonin krime të rënda gjatë luftës së fundit, dhe bashkë me to edhe zhdukjen e qindra viktimave. Prin komuna e Prizrenit me fshatin Krushe Vogël,
ku me 26 mars të vitit 99 ka ndodhur vrasje masive në fshat, janë 116 persona që janë vrarë, dhe trupat e tyre janë djegur në shtëpi të fshatarëve. Sot ende janë të raportuar edhe 66 prej tyre si të zhdukur. Pra edhe 66 persona nga ky fshat janë të raportuar si të zhdukur. Krusha gjithashtu, atje edhe një numër relativisht i madh, do thotë, mungon. Sipas të dhënave, ka që i kanë hudhur në lumë dhe i ka bartë të njëjtit. Disa janë gjetur, disa edhe më tutje mungojnë. Vrasjet kanë qenë makabre, sidomos ata të cilët kanë qenë në kontaktin e fundit me ata. Disa dhe për ty edhe i kanë pa do të thotë vrasjet. Disa kanë qenë ndoshta edhe për fshatat për rreth ose e sidomos janë të vështira ato historiatet kur ata tentojnë gjatë natës dhe me shku me pasi çfarë ka ndodhur ato kontaktet e para të vrasjeve të antarëve të tyre në për shtëpije, në për robore, në për... Aty janë 13 të vronë, edhe plagosin mi këtë për mi 17. Ka pas plagosin ma tronë, Nona ka qenë ambisëm, edhe kryesisht të marrë me për kujdesin dhe neve, me punë të shtëpisë, edhe ka qenë si kujdestare e familjes, pasi që baba na ka vdek një moshë shumë të re, kur i ka pas 49 vite. Në atë kohë motra jam ma madhe ka qenë 21 vite. Edhe pastaj kem qenë 4 motra e 3 vllazën, familje. Gjithsej, kur ka vdek baba, nona ka qenë bikqyse e neve 7 fëmijëve. Dërsa motra e madhe Luljeta ka qenë arsimtare në shkollën fillore, basta pa shkodranin në fshat aty, arsimtare në drejtimin kimi fizik. Motra e dytë Selveti ka punu në ndërmarrje, ka qenë me tekstilën dhe gjëra ushqimore 25 maj në Suarek. Lumturia ka qenë në atë kohë maturante në vitin e 4, shkollës mesme të mjekësisë Prizren Luciano Motroni, ndërsa Blerta ka qenë në vitin e parë, shkollë mesme të mjekësisë edhe ajo, Suarek. Predobar. Čini mi se da je bio više za drugoga, nego za nas je bio uvek tu, ali pomoć je pružao svakome, bez obzira na naciju. Znao je jezik i albanski, i turski. Sve što je bilo u njemu, svakome je pružio što je mogao. Ne mogu da budem svesna. Nije on nestao kad je bilo rata, nego mi smo ostali dole da živimo. Nas je bilo u kući svekari, svekrva, i zaova, i ja, i muž, deca, plus dosta tetka i ujak i srecke. Svi smo mi živjeli tu u zajednici. Niko nas nije dirao. Ja nemam primjedbe na komšije, bez obzira što su bili i Turci, i Albanci, i Srbi, svi smo bili pomešano. Moje deca su prvo naučili turski jezik. Fëmijët mirë dhe janë ko, dashur të mirë janë ko. Me kërkon si në rokës. Shumë janë ko të jelë shumë të mirë. Ka qenë njeri pozitiv, njeri tashti për momentin ko gjatë do vite janë bëha dhe ka qenë e fuqishme, ka qenë e rritme, ka qenë, dhe më thonë, u shtyke me mu, dhe më thonë, unë kam qenë shumë para saj, po, fati. Trupat që shthojnë kanë qenë do është një gjallë. Një gjallë si të njësit kanë marrë trupat sërbët. A 3 kanë vdekë. Të njësit kanë pas trupat, po ata e nëmërojnë 12 trupat, nuk e nëmërojnë 13. 13, 2 kanë qenë mësafira dhe ata e në gjetë. Po ngjarja ka do më thonë, situata ka qenë si në kretë Kosovën, që ka thënë do më thonë, para përgatitit, atëherë veç kur mi kanë qenë përgatitit
për luftë, u dike që veç dojmë me fillu sulmet e NATO-s, edhe fshati jonë është një fshat ka qenë është i vogël, domethënë i rrethun prej dy anë ka qenë me i banun me serb, për fshatin Lëshana dhe fshatin Novak, ndërsa në pjesën tjetër të fshatit është fshati Mamush, i cili është me komunitetin turk. Domethënë na kemi pas edhe musafir shumë për fshatit Studençan aty. Kanë qenë halla jeme me familje, kanë qenë miq të Axhës, ku ato, domethënë ata banorë që kanë ikë prej ofenzivës natë të tetës, një strohu të na. Edhe dyqysh si ma sigur të konë. Ushtria sërbe u konë në fshat. Pikur kom dinë dunde, të natën anë. Edhe në gjësë qova, ju konë pas vratë dy në vërin, fshatartë bi, edhe kushi. E kesh me patë të njoni, o këtheva të qetri. Ka ora dhejt, gruja tha, drejka gati, dhe shfar drejkeve, shërët, edhe mi uqë me ngër bukë. Njëzë si këmë thonë, ke pas edhe ujë për zrejt, po dhe bori atë pusin, 7-8 metra, po do këshi ka pas me ramjet lirë ujin. Edhe ku ka dojtë që i kanë balkon, ka thonë, tha janë da ushtarë po qesin. Po unë ku pas shqitorën. E kurse ka larë shqitorë, edhe tash nuk kalon mu ishë me, edhe kanë gjujtë. Po unë i ku marrë me thëmijën në me kretë komi mrena. Ata pisjashët kanë gjujtë në shpe. Po neve s'ka mujtë. Edhe thëshin me dalë jashtë. Haxhia, se i ka pas për dorë, pi me kanë ikë, edhe e në Shkip, që me ikë shpirt me përstu. Edhe ma si kom pa, kër kom hinë në malë, ka arë që këj i bishi. Edhe shme baja lja gruën, dy qikën, mimozën, sa kom me një klasë me qikën teme. Dy shoqës t'i s'ken gjetë. Dhe një qikë djallit, në kraka pas. Tha unë i lja 3, i lja 2, atë shme bu e fortë, mos këm ditë se. Upa, s'tish në asë, të një kthesha për gjegjën. Sa ka pas plagosën aty. Jo, a ditë ngjarja ka ndodhur me 25 mars, rreth orës 6 mëngjesit. Atë natë, domethënë kur fillon bombardimet, unë mbrëmjen, nona na tha që qëra tha lufta po fillon, po as kush ta mos këshyr me përstu kërkan, tha. Kush të mundet, domethënë ikni drejtimet ndryshme. Po ata kishin ardhur jo nga rruga kryesore, po prej fshatit në Vag, domethënë, përpara shtëpive që i kem, kanë ardhur, edhe janë vendosur aty. E gjojtën një 2 granata në fillim, ranë kulëm shtëpisë të Axhës, në mrena aty vendosur. Pastaj ata s'ka bosh 20 minuta me thonë, kanë ardhur në barë. Pastaj kanë fillu me djegë, çka ka pas aty, traktora, kera, tërfogjatëve që kanë qenë në barë. 8 persona dikun janë vra, edhe një grup 7 zonë ka qenë, në gjithë janë i ka vra. Tani kur kum ditën që po kthehen, ani herë më na kontrollu neve, ku me hip në kulëm të shtëpisë. Edhe prej aty tani e kom pa që nana me motra, e kom ditë shpinë të Axha ku kanë shku, ata kanë qenë tullën në barë, shtëpiat i kanë djegë krejt, edhe nana në atë kohë edhe ka qenë, domethënë, hala gjallë. Edhe ka për lëvizje pej turmës ku ka lyp ujë vazhdimisht. Ka qenë djali mi që si plagosën, një pitina, 10 vjetë fisniki, edhe një prej fshatës të të nqanë gjati edhe i ka qenë një plagosën. Tani kum nejt deri Mbramje që aty. Mbramje, kom bërë lëvizje prej kulmit, me shku mi këshur të shtëpia. Ta kemi bu me ikë, ta unë kom dalë, shtëpia ka qenë me 4 dhoma, unë kom dalë rroto dhe kom dalë unë në kontra. Mi marrë thëmine mi. Njona i svetit i shkon me shkap në dorë. Tha shes luket një maj, jo tha pa i svetit s'dalë.
2 gratë kushrimet me lyprin ujë. Ata të plagosën e vëmitën. Ta unë i kom marrë fëmijën, kom dalë, dhe disa qeri kom shqitë për drejtarës, të dalë, djallë në gëzimin e pas për dore, kërshliqin, ta që kam gjallë, e kom pas, ka qenë 4 vjeqë, më do këtë atëra. E ne thëmë të Arina, a i ka pas dele. Për me kalu ato, mu ka ka plumi. Edhe më ka thonë, që i ka tha, bab e kish kap edhe gëzimin. Bab tha gëzimin, jo thash mu më ka kap. Edhe ta shkërkom shumë gëzimin, në tokë, gëzimin veç 2-3 jarë ka bërtit. Baba ma lërgë nuk ka bërtit. Dhe të vija me gjithë qertë të shkua. Ta mu më kanë kap copë, i më këthuja një herë, me marë nazën, më kanë kap copë për të gërnasës, kam disa copë atë gërnasës, këtë djallin kërshlikin ma plagosën. Në këtë zonë, në shumë të në rasteve, pjesëtarët e komuniteteve tjera janë zhdukur pas 10 qershorit, gjithashtu pra ka qenë një lloj matrice ku qytetarët apo fshatarët kanë mbetë në për shtëpit apo banesat e tyre dhe në moment saktume ata nuk kanë qenë qasë shumë. Supozohet nga dëshmitë e familjarëve, cilët kanë marrë informata nga fëqinjt shqiptarë se grupe njerëzish janë fut në pronat e tyre, i kanë marrë dhe nuk dihet më për fatin e tyre. Kjo është gjithashtu një lloj matrice që ka ndodhur pas përfundimit të bombardimeve. Po në Prizren, a dokumentohet zhdukje masive e qytetarëve të komuniteteve tjera, serb, ashkali, egjiptas, apo është individuale? Jo, nuk bëhet fjalë për zhdukje masive sikur që ka ndodhur me shqiptarët, mirë po ka pas zhdukje grupore në disa fshatra afër Prizrenit dokumentohet se njerëz me uniforma tuçekës janë fut në fshat, i kanë nxjerrë personat të komunitetit serb dhe pastaj ata janë të raportuar si të zhdukur, pra ka pas raste tilla. Jo në masë të madhe, mirë po ka pas të themi pjesëtar të një familje, bëhet fjalë për disa prej tyre, të cilët janë zhdukur në njëjtën kohë, pra edhe ai konsiderohet për neve si rast masiv, pra si në rast se ma shumë se 3 persona, pra 3 ma shumë persona janë në zhduk në njëjtën kohë, është zhdukje masive. Taj dan, evo to, sada idem na to. Kaže, ja hoću da idem, to kaže kao sutradan. Idem ja, kaže, na posao da vidim, kaže, čuo sam se sa Sebu, kaže, dole i on mi kaže, što ne dođeš da pitaš, a to je u agenciji zajedno su radili. Kaže, ako te prime, će ostaneš da radiš, ako ne, kaže, uzmeš knjižicu ako hoćeš i nek ti bude kod tebe. I ja, da pođem ja s tobom. Ma ne bre, kaže, sad ja ne poznajem grad. Pa mene svi znaju, kaže, šta ćeš ti sa mnom, budi, kaže, kući. A ja čak sam išla i na posao za mene. Sam radila u Printex, mene niko nije dirao, niko ništa mi nije rekao. I on je otišao. Kaže, ako budem ostao da radim, ja ću ostati kao, znaš, radno vreme kako nam bilo. Ja, okej, dobro. Otišao, ja, tad bilo 10 sati kad je on krenuo. Ja sam čekala njega do 2 sati. 2 sati nek uznemirenje u mene što ga nema da dođe. Aj da je ostao da radi, rekao, sad sigurno bi stigo kući. Pozovem dole agenciju, taj što mu bio drug, javi mi se on, rekao, Sebo, dobar dan, ovde Cveta. Rekao, htela bih da te zamolim da li je stigo tome na posao dole, došao da radi kod vas. Ne, kaže, ja ga nisam video. Nije se ni pojavio, kaže, u kancelariju. Ja došao da radi, ja rekao, jest, otišao je. Është e vrame prej forcave serbëve këtu në fshatin tonë, është e vrame prej slarë këtu me snajper në 70 vetë, një Marina. Edhe kur kanë fillu aty, kur është vra një omza, aty kanë nisë më të trozu njerëz. Kanë po që
edhe kanë fillu bombardimet. Në kanë gjujt neve si kem qenë burrat veç, edhe kur kanë fillu bombardimet, jenë trozu njerëzit. Dhe kem fillu rrugdalje ka me ik, se ishëm të rrathum për forca paramilitare. Kur kam fillu me ik, ato gratë gjitha kanë dalen, unë mas tive, ma i fundit kam dalë, kur kam shkua kam gjetë një omzën të shtrime. Jam mundu me kap në krah, me tërhek prej aty ytë, nuk kam mujtë me që, se ka qenë e rritune, ka qenë kështu si unë, të më thonë, edhe s'kam mujtë edhe kam lënë aty. Kur kam dalë jashtë, kam një gjurtje prej këtu, prej afër, prej xhamis, edhe për atë moment e kam një kërsin të madhe, aty kam një gjurën, piskam të njerëzve, që janë vrajen, plagos, aty janë, edhe unë mos kam guxu me dalë prej aty ytë. Vrasjet masive do të shoqëroheshin me implementimin e shpejtë planit për zhdukjen e trupave të viktimave. Nga zonat e larta të Prizrenit, trupat e të vrarve do të gjendeshin deri në majat e larta të Batajnicës. Një makineri e tërë u angazhua për t'i grumbulluar trupat, e më pas për t'i zhdukur ato në format më bizare. Nipi që kënë gjate, që o dek tash 2 vjetë, kë i ka qenë, i kem të shpia jonë aty, kanë qenë dhe bloka që i këna ble për më marruni një shpi tjetër. Po. Edhe kë ka hinë bloka aty, mësi i plagasën që të ndorë ka qenë, o hi në bloka aty. Edhe ne dhe më kemi dalë me 27-in, kë ka dalë dikun me 28-in. Me 28-in thotë që kanë ardhë me kamion, edhe i kanë shtin kesët, edhe s'muqen edhe bërtit që në kështu pe ere, zëmon se kanë fillu me marrë ere aty. Ka nejtë dikon 7 ditë në barë. E këta persona që i kanë bartë, a dihet çfarë veshje kanë pas, çfarë uniforma, a ka mujt mi pa? Krejt ushtria të na, po, ushtria rregull. Këtë fakt dhe mëna edhe vetë kanë pranu ata kërë bo gjykimi Miloševićit në Hagë me shtator 2002-ës. Të atëherën Lejla Emrudo dhe dëshmitarët e parë, dhe kanë qenë 2 bosnjak, prej Malit Zi, të atëherë kanë dëshmu me shifër të mbrojtër, dhe që kanë marrë pjesë në vrasjen, edhe nuk më mujnë me që... Në Tërnja. Fshatin Tërnja, e përshkrujnë shumë mirë, e thojnë që s'po mujna me flajtë që dhe për Britmav, edhe halon arrinët të pambje para sërë. Po Britmat realisht edhe mu halon veshëm rinë që mjërën kër i kanë ekzekutu dhe halon sa largë distanca shpija mrena edhe janë një. Tërnës, aty ka pos edhe zhdukur prej Tususit, do të të mrena Prizrenit, po ka pos edhe në periferit nga ona Drinja në ka pos bajagi shumë të zhdukur, dhe këtë irë në Randobrovë, do të thotë. Dhe këtë irë në atje ka pos aja pjesë shumë të zhdukun. Se Randobrovë i takon edhe komunës Prizrenit. Do të thotë, s'ka fshat në Kosovë që nuk ka të zhdukur dhe nuk ka viktima, po dhe nuk ka fshat në Kosovë që nëse ka edhe një shpi krematorium. Do të që i kanë vrarë dhe i kanë djekë. Edhe këtu, se na i kemi shenu edhe shtëpis krematorium, edhe liqejt, lumejt, ku kemi gjetë, këtë çdo gjë është punu edhe me kamerë edhe me fotografim. Pastaj numri i viktimave, si në rastin e masakrës familjes Berisha, pastaj në Landovic dhe masakrave tjera të kryer nga forcat serbe në këtë region, janë gjetë pastaj ndërkacione dhe varre masive në territorin e Serbisë, në rastin e Batajnicës. Në rastin ose në këtë region kemi masakrën e Tërnjës, që ende kemi 20 persona të rrëmbyer zhdukur me 25 mars natën e Andës, dhe mbetet një prej rasteve cilën nuk kemi ende asnjë identifikim. Pra bashkë me rastin e intelektualëve si Potencova, me rastin e Poklekut të ri të Drenasit,
Edhe në rastin e masakrës së Tërnjës nuk kemi ende asnjë identifikim. Përkundër që janë zhvilluar edhe procese gjyqësore në institucionet e Beogradit, përkundër dhanave të vazhdueshme që kemi ndarë gjatë takimeve që kemi pasur me delegacionin e Serbisë, përkundër kërkesave të vazhdueshme, përkundër proceseve ata gjyqësore, po dëshmive që kanë dhënë edhe vetë familjarët të mbijetuarit, që prapë për cilët këtë rast gjithsesi ruaj atë respektin më të madh, si në rastin e zotit Bekim Gashi, që është i mbijetuar dhe familjar dhe shumë aktiv. Ende nuk kemi asnjë përgjigje as në kuptimin e vendodhjes, pra qoftë në territorin e Kosovës apo edhe eventualisht lëvizjes së Kufoma në territorin e Serbisë. Ka të mbijetuar të cilët pra kanë pas sukses të largohen nga vendi i krimit, pra nga shtëpia ku digjeshin trupat, dhe ata kanë tregu për vrasjen e tyre, pra nuk ka pas dilema aty nëse kanë shpëtuar apo jo. Menjëherë o ditë për patin e tyre, mirë po trupat kanë qenë të zhdukur, pra të larguar, këta sigurisht që kanë qenë të varrosur në ndonjë lokacion tjetër në Kosovë dhe pastaj janë zhvarros dhe janë dërguar në varrezat masive në Serbi. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me komunën e Suarekës, sot janë të raportuar në komunën e Suarekës edhe 138 persona që janë zhdukur, dhe një ndër rastet më të rënda që ka ndodhur plot raste, themi në fshatin Tërnje të kësaj komune ka pas vrasje masive në oborre të shtëpive dhe pastaj trupat janë zhdukur, edhe sot janë të raportuar si zhdukur, mirë po gjithashtu rasti që përmendet mas shpeshti është rasti që ka ndodhur më 26 mars të vitit 99 në qytetin e Suarekës. Familja Berisha, janë 53 persona që me atë datë janë vrarë nga forcat serbe dhe trupat e tyre janë zhduk. Sot janë të raportuar si zhdukur edhe 20 persona. Kjo ka qenë një ndër masakrat gjithashtu më të rënda që ka ndodhur në Kosovë, e cila megjithatë edhe ka pas një proces gjyqësor në Serbi, ku disa pjesëtar të policisë serbe janë dënuar për këtë krim. Për 1 vjet deri në 74 vjet. Kryesisht kanë qenë grada fëmijë që janë vrarë që të vend. A një pjesë tjetër, domethënë Tagjës, ku thashë që kanë vrarë pa shtëpisë, ata gruan e migjës me vajzë edhe me qik, e cila ka qenë edhe me meta, kështu, me ndore. Edhe familjen e asaj gruas të miqës, domthon, e ka qenë për fshatës të Thunë, njëna ka qenë 7 zonë muaj në 9. Ata i kanë vrarë, domthon aty, po kufumat i kanë marrë, i kanë çuar në fshatin Brezden, ku me Dragash, atë Brezden atë Dragash është fshati i Opojës, ku me karaullat e Shqipërisë aty, çato dikon. I kanë. A për këta tjerë, domthon, që shtëpinë ku kanonat që o vra atë Shëmsia dhe Votimi, ata 2 plagoset kanë pështu. Ata i kemi lënë që të kufomat, edhe kur kemi ikna, shtëpia kalla, kufomat janë kallë. Edhe një dajtë atynve, mrena shtëpia kanë 3 kufomat që të kallën. Në djali migjës ajtë të ikë për shtëpisë, ama ne edhe ajo është kufomat ati o kallë. Në fshat i kanë varrosur vetëm 2 djemë të migjës që kanë qenë domethënë moshën 34-35 vjet. Të tjerat i kanë zhdukur kufomat, i kanë marrë. Po edhe këto pashmangshëm lidhen me varrezat masive të cilat janë gjetur në Serbi, sidomos Suareka, ende kemi individ nga listën e personave zhdukur të cilat jemi në kërkim të gjejmë, mirë po prapë sikur se në raste të tjera mbetet të presim në informata relevante. Suareka ka qenë pak më specifike në kuptim që puna madhe që është bërë nga ekipet e Tribunalit të Hagës në vitin 1999, sidomos në vitin 2000, kur janë trajtuar me 10-100 trupa në lokacione të ndryshme, duke më parasysh që ka qenë koha më njëherë pas luftës,
Dhe një numër i madh i identifikimeve që janë bërë nga ekipet e tribunalit kanë qenë jo numër i madh, po gjitha identifikimet që janë kryer nga tribunali kanë qenë jo shkencore pa ADN, pra kanë qenë tradicionale. Bazë identifikimet që i kanë kryer pra familjarët. Dhe një numër i caktuar i tyre nuk kanë mundur të identifikohen, prandaj janë varrosur në Shirok, në fshatin Shirok të Suarekës, ku pastaj janë kthyer ekipet e UNMIK-ut më vonë dhe i kanë zhvarrosur të gjithë për të parë mundësinë që të identifikohen këta trupa. Domethënë Shiroka është përdorur si një varrezë për rivarrim. Për rivarrim, pikërisht aty në trupat që nuk kanë mund të identifikohen me metoda tradicionale. Mandej këta trupa janë nxjerrë, janë marrë mostrat për ADN, sepse në kohën e UNMIK-ut veç fillon koha e identifikimit për masë ADN-s. Mirë po prapë ka dalë që një numër i caktuar është identifikuar, janë ndërzuar familja, mirë po një numër i caktuar kanë mbetur pa identifikuar në morgun e IML-s, pikërisht për shkak këtyre problemeve që e thash të identifikimeve tradicionale. Ne tani gjatë natës kemi ikë për Prizren edhe mos s'kemi mujtë më marë, se unë i kisha edhe 3 plagosur tani, s'kam mujtën më marë me këta hiqë. Do bashkëtarë na thanë që do të kthehem ti tërhekim ose ti asim. Po njomzën asnjërin kem këtu do kushi që i kanë pa të gjithë ata të vramit, ama njomzën se kanë pa se ishte mrena aty, ka qenë. Edhe ato e kanë marra, nuk di më tutje shka u bërë me ta. Ka pa dikush, ka pas dëshmitar që kanë pa momentin kur e kanë tërheq dikush trupin apo çka ka ndodhur? Këtu do kushi e kanë pa që ka qenë një kamion aty, kur i kanë marrë kufomat gjitha. Edhe tani ato a kanë marrë, që u botë, tuk si s'është aty, as s'kë gjetë. Vetëm mas luftës, kur jemi këthyje, e këm gjetë atë kafkën që e ka hekë snajperka me gjithë flokë. Po ajo në ka hup, në ka... Kush i mori trupat? Trupat sërbët. Thojnë si kanë marrë me kamion, kanë qenë me ata punëtorët e vetë. Keni pas informata jo se ku i kanë qu? Po tash, për me thonë i kanë qu Lubisht, të stacioni policisë sot që është Lubisht. Po? Në kërë mi këpi luftës o gjetë një aty, një trup. E qertë, për të më gjalli jam dhe i qerëm gashit o gjetë në Shirok, dhe në gjetë Batanik në Beograd. Nëna Islomit e disa. Po, edhe në Prizren, realisht ka ekzistu ky paterni njëjtë që ka qenë në lokacione tjera që viktimat sapo janë vrarë, kanë mundur të vendosen në një pikë caktuar përkohësisht, derisa nuk janë krijuar kushtet që të zhvendosen dhe të largohen për t'ju zhdukur krimi. Prizreni mund të jetë rast shumë i krahasueshëm me Mitrovicën, kuptim të trupave që janë varrosur brenda vetë varrave individuale. Sot për shembull e dim që mund të ketë ende trupat që mund të jenë në varrezat e Tususit. Pse po them këtë? Sepse përvoja ka treguar gjatë viteve të kaluara që kemi pasur shumë gjetje në varrezat e Tususit. Po të marr një shembull thjesht kur vdes dikush në komunë, e dërgojnë për më varros në Prizren. Varrëmisit e komunës të që Elvarin gjejnë në mbetje skeletore, edhe mandej me njerë normal i lajmërojnë policinë. Policia në lajmëron neve, ne bashku dalim dhe kemi gjetur shpesh në këtë mënyrë janë gjetur mbetje mortore që i takojnë viktimave të luftës. Këta janë zjerë thjesht nga shtëpitë e tyre dhe ju është urdhëruar që të futen në një restoran, në një hapësinë që është quajtur atëherë Pizzeria Calabria dhe aty është mbi ta nga gjithashtu nga gjitha armët janë gjujtur edhe bomba. 3 persona i kanë mbijetuar kësaj masakre duke u bërë si të vdekur kur
kur kanë ardhur me marrë trupat janë marrë, janë vendosur në një kamion, edhe këta 3 që kanë qenë të gjallë, cilë gjatë rrugës kanë vendosur që të kthehen nga kamioni në lëvizje dhe vetëm ashtu kanë shpëtuar. Trupat e tyre si duket janë bartë afër Prizrenit, janë varros, pra trupat e personave tjerë, dhe pastaj janë zhvarrosur, janë dërguar në Batajnicë në Serbi. Në mes viteve 1998 dhe 1999, mirat e vrarë u varrosën në varreza masive dhe në varrezat individuale në territorin e Kosovës. Sipas planit e hartuar nga regjimi i Miloševićit, trupat e disa prej të vrarëve u zhvendosën në varrezat masive në Serbi, me qëllim të zhdukjes së gjurmëve të krimit. Të dhënat tregojnë se mbi 10% e të vrarëve u transportuan në këto varreza masive në Serbi. Fundi i luftës nuk ishte edhe fundi i dhimbjeve për familjarët e të pagjeturve. Mbi 2000 persona mbaheshin në burgje në atë kohë në Serbi, dhe kjo krijoi një shpresë për familjarët e personave të pagjetur. Në këtë situatë, një pjesë e tyre u mashtruan dhe paguan mijëra euro në kontot e mashtruesve, të cilët u premtuan se familjarët e tyre gjendeshin gjallë diku. Është siç më përshkruan në gjendjesh, kura e pamjes, do më në vdes kur s'këm më hek, është shumë. Rrugës të hezë, dhe më hanë, kreti që i shkatrunë, gjithdo sa në shkatrunë. Bari, ishte rritë, unë sa kam gjatësinë, edhe njëherë qashmi me thonë. Pak pashku të shpia, dhe më hanë rrugës, kur të hezë, kështu, na gjithmonë pra e luftës e kemë postë një macë që ka najtë në shpi mrena, dhe më hanë, aja, të shporetin, edhe si me ditë kështu si njeri adhe, levizit kur i ndëgjajt të hecë rrugës. Ka ardhë për para, mu ka shtëri kështu, edhe. Tani hina në dyrt mija, krejti që shkatrunë, edhe kalohën shpine migjës, çdo vend kish bim do më në bari, venin ku kanë qenë vranë ta, asë thanisht në zëmonë, s'kishtë bari. I vetëmja, dhe më thonë, shenjë që ke në atë ven ishte një shami nonat që ka bajtë si nonat, shumica nonat tona që kanë bajtë para luftës shami në kry, edhe këpuste një në smutër. Dhe më thonë, kur pa shenjë tjetër, s'kem gjeta, s'kem pa. Edhe që i, dhe më thonë, tash që sa vitën, ato halaj rujë. Po, është e vërtet. Unë e dije, me emën i dije, me mbi emën. E dije, kusherini jam i pari, u mashtruhe. Serbët e kanë mashtruhe dhe fund i zeti u gjeti vdekur. Po, me qenë mashtrues të tonë, kjo është me keqë. Që shqiptari e ka mashtru. E kemi Ismet Dedincën nga Fush Kosova, vetëm djalë ka pas. E ka mashtru shqiptari për Prizrenit. 80.000 mark ja ka marrë. Të e genyje, son të ki me fol, që di kanë me fol, son të ki me fol, që di kanë me fol. Edhe a i të në qatë djallë gjithër ka shpresu se arë dikun edhe vjen një dit, mas mërami s'ka pas kur gjo, u dhe ku shku, edhe i ka do të shdamtu financiarisht, edhe si vetëm ndjallë, që ka plët asi. Kime kërkuhe të nantë, unë e këmë kërku të nantë. Dhe në një kohë, në bërëmis këmë ra në mine, për kërkuhe. Më kanë thonë të kush ka. Ka poma, s'ki milion drinje, s'ki milion, për në Kosovë s'ki milion. E një taku, me kanë takoshit, qka ju thonin? Nuk dim. Me kanë takoshit. Në thëshin, më ka thonë, që atje ka, në Sarik, në Ravec, në Drinjic, kom shkua. Ka ndodhë kur kemi ikë, në Prizren, këtu një fshatar i dalë në Prizren heret, po ka qenë shok i babës, edhe erdhe aty tha, urimi tha se u gjetë shoqja, tha e ki gjallë.
Edhe plaku i tha, në qëfë se është ajo gjallë, tha, asë një s'ka vdek aty. Sa i ka qenë kram për kram e nonën. Edhe me atë vajzën e vllaut, ka pas një karë nona, edhe kur i ka rrok, unë i kam pa dytë. Ka rrok vajzën edhe nonën këtu, direktën. Edhe tani kari ka kërku falje, i ka thënë nesërit, i ka thonë që më falë se gabimi isha unë e ishtë tjetër kush. Dhe kjo ka ndodhë. Po nesë ajo është prej skeq, do më thonë prej... To je onda isključio telefon i ja sam onda zvala policiju da došli oni da dam izjavu ko je bio, otišli kao da provere, nije bilo nikoga. Da li neko prišao vama da ima informacije oko vašeg muža i da li je neko tražio neki novac ili nešto? Ne, Nije bilo niko takvih nije. slučaja. Samo jedna komšika mi pričala jednom, kaže, pa znaš šta Cveta, možda je on živ, eto tako, mora da imaš nadu, ali nikad nešto onako konkretno. Pojavit će se on, šta, nikome ništa nije uradio, evo vidjet ćeš, doći će, pustit će ga. Kush në ka me kalësu, me thonë që e gjetën ku fomë në qikës. O, boë, me thonë, ka komuna kënë boë këtë mërmerë borët, që ka e me pa ku fomë borë i saltë. Ka me shumë e kajtë. Ku mu shë fërmje. Pa shpete djari, po të qika është pa... Po s'ko kemi shumë e bo. Borë o bo pa ku fomë iqë. Ku më thanë biqë një ashtë. Me diçka, ani dorë, ani kumë. Aty kom shku disa herë aty, i kom pa edhe shumë trupa aty. Edhe me si e naqin punimin, se neherë nuk lishin me këshyra dhe. Me si e naqin punimet, shkojsha këqësha. Shumë trupa ka pas, po trupa dëmtum që i kanë varos njëherë të mbeturinat, për mbeturinat tani me bagerë, trupat i kanë qiqat poligone, dhe më hanë, kama ka qenë dikujt, dora dikujt, kafka dikujt, dhe më nasi trup s'ka qenë i kompletun. Tani, zhvarimet varezat e Suarekës, i bëjshin si ekspozit, me shku me i këqynë se cilin, me shplu me se cilin. Ato kanë qenë shumë pamje të rana për mu. Dhe më hanë. Tani, zhvarimet prej Serbijës që kanë ardhë, mbi 18 herë që kom shku në Mërdare, aje ka qenë, sara kom shku një vrasje për mu. Se cilin dhe më hanë, trup ku menu qashti i nanës, ose i modra. Qatë shumë trupa kom pas, a dikur jo më fiksu, që kush e qatë asigru më dhe me dhejmë, edhe menojsha që jënë ata, më unë më qelë. Mbetet kërkesa për të rukëty në lokacion e varet masiv në Batanicë, në cilin, si që tash për kunder gjetja dhe zhvarrosis që ka ndodhë gjatë vitet parë pas luftës kryesisht në vitin 2001, po flasim për më shumë se 740 viktima, që janë zhvarros të reja dësu ndër vite, pra deri në vitin 2006. Në bazë një analizë ose vlerësimi, ose shqyrtimi të udhëtshëm të dhënave që ne kemi bërë si Komision Qytetar, kemi konvenduar që në këtë lokacion, këtë zonë, vazhdojnë ose duhet jenë edhe 58 viktima të luftës. Përfshin këtë rast edhe disa prej masakrave, si në rastin e Suarekës pra në 6 marsit, dhe masakrave që kryen forcat serbe në këtë regjem, ose në këtë zonë, si në rastin e Lendovicës ose në raste tjera. Me që pjesa tjetër e viktimave janë gjetur kryesisht në këtë zonë në afërsi të ish poligoni gjujtjes pra në zonën e Korishës, dhe pastaj janë gjetur në lokacion e varet masiv në Batanicë, pra që kanë këtë rast një lidhje mes varet masiv në ish poligonin e gjujtjes me varet masiv të Batanicës, pra në kuptimin që janë gjetur viktimat njëta masakra ose pjesë kockore të njëta këtë rast viktima ose persona që kanë qenë lisën e personave të zhdukur. Më ka rënë sy një rast interesant prej Prizrenit, identifikimi i një gruje malazeze. Po, ai rast ka qenë rast NN, pra i pa identifikuar në morgun e IML-s për një kohë të gjatë.
pikërisht për shkak se vetë viktima ose vetë mbetjet mortore nga të cilat ish marrë mostra ADN-s nuk përputheshin në laboratorin e ICMP-s ku edhe kryen këto analiza gjenetike. Edhe pse ekzistonte supozimi se kujt mund t'i tekojnë këto mbetje mortore, mostrat të gjakut nuk ishte mjaftueshëm. Vetë kjo viktim nuk ishte familjar të afërm të cilët kishin mundur të japin mostrat të gjakut. Por tu e ditë që mbetjet mortore mund t'i takojnë këtij individi, kemi ardhur në përfundim, në zbashkallë me partnerët tjerë ndërkombëtar, që mënyra e vetme në këtë rast kur nuk kemi familjar që mund të ofrojnë mostrat të gjakut është që të shkojmë dhe të zhvarrosim të afërmit të tjerë të cilët kanë vdekur dhe këtë rast nga nëna, ta zhvarrosim mbetjet mortore të nënës, të marrim një kock, një mostër kockore dhe ta dërgojmë për profil të ADN-s. Në këtë rast kjo ka funksionuar, pra kemi shkuar në Malzi, në një qytet në Malzi, ku së bashku edhe me ekipet autoritetet malazezase kemi dalë në teren, kemi lokalizuar varrin, kemi zhvarrosur, kemi marrë mostrën kockore, të cilën pastaj kemi dërguar për në ICMP, ku është nxjerrë profili dhe është konstatuar më në fund që mbetjet mortore që kanë qenë morgun në IML-s i takojnë pikërisht individi që kemi dyshuar që mund të jetë. 1560 persona. Ky është numri i personave të zhdukur që vazhdojnë të jenë në listën e të kërkuarve nga lufta e fundit në Kosovë. Pas këtij numri, nuk fshihet vetëm një statistik. Janë mijëra familje dhe trashëgimtar që presin një informacion dhe një varr ku të vendosin lule. Bashkë me trupat, gjithmonë kërkohet edhe drejtësia dhe llogaridhënia për përgjegjësit. Vetëm një fotografi kemi, djalët dhe çikës. Edhe ato më tregu duket vajza ka marrë kum shku një natë përpara pse nuk pas do vllazën, larg shtëpisë. Vajza ka marrë të fotografinë vetë djalit, s'ka marrë fotografi tjera. Mas luftës kur i mi kthye, vllave ka gjetë fotografinë. Veç vetën e djalit. Kur kom gjetë kufomen e djalit, kom thirr, kom bo dark. Se kom gjetë kufomen me ditë se njëse ku është borri djalit. Kom bo dark, kom si të pije, deshme, shka të dush, se kom gjetë kufomen. Kom që i po ma gjetë, ose gjallë, ose dikë. Ma shumë kom që gjallë, se në ka kallë për gjallë. Po dhe për dikë me ditë, shenjët tim se në mështje më vej, se u bëhë kufoma, bëhëri pa kufoma. Të djali shkan, kikum ja vendos një lule. Po, dhe të qika po shkoj po thotë, kja qesë më lule të thotë. Kish me kajtë. Shaj bo, dy kufome janë pa gjenaze hiqë. Unë kom bo, thasho, bile me një këputë, trupis për dishka, s'ka. Zoti e din ati. I kallë Zoti, thasho në kanë bo. Shkar movë Zoti. Për gjallë në kanë kallë. Me ditë pele diçka që një shenjë, se komplet problem është më gjithë tash. I kësohen faktet që e kanë gjithë edhe me pas ku me shku, mja vendos një lule, me qa, me uqfry. E kom dëgju shpesht. Po. Po ato mas shumë të janë, me ditë që është aty edhe. Pa ako ima malo duše i savesti da kaže istinu, ništa ne bih mu rekla. Možda je bila situacija takva pred nekom prisilom da je morao da uradi to. Da mi kaže, eto, to sam uradio tvome mužu, oprostila mu, Bog je ostavio praštanje. A neka mu vrati od druge strane, ja ništa ne bi mogla da mu uradim. Toliko besa u meni,
ne znam, ne bez da bi iskalili na nekome drugom. Mnogo volim da pomognem ja i da oprostim. Bog je ostavio da se oprosti, bez obzira ko je i šta je. Shprej sa vdesja fundi që thënë, çdo herë, domethënë, mendoj që do të gjendet një herë po. Sa do që bëhen gjykime sena atë dhimbjen teme, se sa më sonë atë gjë, familjarin tem. Mu mendoj që mu gjetë është një lehtësim shpirtëror, se e di që një pjesë e agjallarëve të mi që i kanë gjetë, ndrysh ata e kanë dhimbjen, ndrysh e kanë. Sidomos janë momentet e përvjetore tash me 25-in që patëm ata krejt po kanë ku me shkuna nas, kena thjesht. Edhe pse kemi po e dime që në vra sena pet, është dyqysh shumë vështirë me jetu me dhimbjen për kërkimin e persona pa gjetur. Aty bile të epë atë fotografi të aty agjës të cilën i gjindin në antarë tjerë të familjes, për nuk i gjindet edhe vajza, për gati një 20 vite në ka përcjell të kërku vajzën, dhe kur ka qenë në rivarimi në Suarek, më afruta gjojmë edhe qikën djallën. E të shkoj ratë në tjetën dë një. Ta të herën Lejla Emrullo dhe dëshmitarët e parë dhe manë. Kanë qenë 2 bosnjak, prej Malit Zi, ta të herë kanë dëshmu me shifër të mbrojtur, dhe manë që kanë marrë pjesë në vrasjen, edhe nuk po mujnë me që... Në Tërnja. Fshatin Tërnja, e përshkrujnë shumë mirë, edhe thojnë që s'po mujna me flajtë që dhe manë për Britmav, edhe halon arrinë të pomje për parasysh dhe manë. Po Britmav të realisht edhe mu halon veshëm rrinë që mënyrën kur i kanë ekzekutu dhe manë halon sa largë dhe manë distanca shtëpia mrena edhe janë një.